Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lironi nga kapsllaku fryrja e barkut dhe gazrat brenda 15 minutave duke përdorur këtë recetë. Funksionimi normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe është një faktor kyç në funksionin e organizmit në tërësi. Kjo është një arsye pse është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje tretjes. Gjithsesi, një jetë e shpejtë duke përfshirë një dietë të tillë sigurisht që problemet me jashtëqitjen të bëhen një nga problemet kryesore shëndetësore të një numri të madh të njerëzve dhe një nga simptomat e epokës moderne. Në këtë video do ju sjellim ndihmën që ju duhet në fillim që të përmirësoni sistemin tretës dhe të lehtësoni gjithashtu problemet e kapsllëkut, fryrjeve të barkut, gazrave dhe tretjes. Uji i ngrohtë me limon. Shtrydhni një limon të plot në një gotë me ujë të vakët dhe e pini. Ju gjithashtu mund të konsumoni këtë pije si një masë parandaluese për të parandaluar dispepsin. Vaj ulliri me limon. Gëlltisni një lugë vaj ulliri opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky produkt shtëpiak për fillimin e tretjes është një mënyrë shumë e mirë për të konsumuar në mëngjes ose në disa vakte pas një ore. Sot buke me ujë të vakët. Përzieni gjysmë lugje të vogël me sot buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej brezash si një aleat i tretjes së dobët. Por është e rëndësishme të theksohet se duhet të përdorni vetëm sotbuke farmaceutike pa alumin, të cilën mund ta blini në farmaci dhe ta përdorni gjithashtu për të ndihmuar kundër problemeve të kapsllëkut dhe të zorrëve. Kapsllëku është një nga efektet anësore më të zakonshme gjatë shtatzanisë, që prek gati gjysmën e të gjitha grave shtatzana. Zakonisht është një problem tek gratë të cilat kanë vuajtur nga kapsllëku dhe më parë para se të ngeleshin shtatzan. Gjatë shtatzanisë rritet edhe progesteroni nga dalësohet procesi tretjes. Për pasojë ushqimi kalon më ngadalë në aparatin gastrointestinal. Në muajt pasardhës mund të keni gjithashtu edhe vështirësi të tilla. Nëse jeni shtatzan dhe vuani nga kapsllëku, gjithçka që duhet të bëni është të drejtoheni edhe pediatrit. Në ditët e sotme kapsllëku është një problem i zakonshëm që prek një numër të madh të njerëzve. Kapsllëku është një parregullësi e sistemit tretës e cila rezulton në vështirësi të nxjerrjes së feçeve. Nëse kapsllëku bëhet kronik, atëherë kjo gjë përbën problem sepse mund të shkaktojë dhimbje, fryrje të barkut, gjakderdhje të tjera. Disa nga shkaqet e kapsllëkut mund të jenë dieta e varfër ushqimore, efektet anësore të barnave, gjithashtu edhe pabarazit hormonale, kushtet anatomike të trupit, çrregullimet për shkak të sëmundjeve të ndryshme të tjera. Por sipas Health.com do të rendisim disa nga mënyrat më të mira të cilat ju ndihmojnë pa përdorur medikamente të çliroheni nga kapsllëku. Uji. Nëse vuani nga kapsllëku duhet të konsumoni shumë ujë dhe lëngje. Kjo për arsye se duhet të merrni sasi të konsiderueshme të lëngjeve, ushqimi në zor do të zhbutet më lehtë dhe do të jetë më i tretshëm ushqimi dhe do ta keni më të lehtë të dilni jashtë. Ushqimet e pasura me fibra. Hani ushqime që janë të lehta për të tretur dhe që bëjnë më të lehtë tretjen. Ushqimet e pasur me fibra e bëjnë zorrën më aktive dhe ndihmojnë në jashtëqitje. Mos hani ushqime të thata dhe karbohidrate të papërpunuara. Aktiviteti fizik. Qëndrimi aktiv dhe aktiviteti fizik janë një pikë shumë e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga kapsllëku, pasi mundëson gjithashtu një lehtësi më të mirë të zorrëve. Uji i ngrohtë me limon. Pini çdo mëngjes esëll dhe në darkë një gotë me ujë të ngrohtë me limon. Uji me limon ju ndihmon të eliminoni toksinat, fryrjet e barkut dhe të lehtësoni jashtëqitjen. Çaj jeshil dhe laksativët e tjerë natyral. Pini çdo mëngjes çaj jeshil gjysmore para se të konsumoni mëngjesin. Kështu do ta keni më të lehtë t'i vini në ndihmën trupit tuaj dhe gjithashtu të lehtësoni problemin e kapsllëkut. Gazrat janë një gjë krejtësisht e natyrshme dhe zakonisht nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Për disa njerëz era që kalon mund të jetë pak e sikletshme, veçanërisht nëse jeni jashtë dhe rreth e rrotull keni njerëz. Ndonjëherë mund të ndodhë papritur dhe nëse keni të lehtë të rrëshqas mund të skuqeni në fytyrë, por për disa njerëz gazi mund të bllokohet duke shkaktuar parë atij. Kjo mund të jetë një dukuri e përditshme që mund të jeni të prirur të vuani veçanërisht
Nëse keni kushte të tilla si sindrome e zorrës së irrituar, era e bllokuar ndihet pikërisht ashtu si tingëllon dhe është gaz që mund të hiqet qafe. Kjo mund të jetë shumë e dhimbshme dhe mund t'i shkaktojë sëmundjes shumë shqetësime. Por pak gaz do të kalojë akoma, ka të ngjarë më shumë se zakonisht, kështu që mund të jetë gjithashtu e turpshme. Ju mund të ndjeheni të fryrë në stomak, me një ndjenjë të shtrëngimit, të shqetësimit ose dhimbje therse. Nëse keni erë të bllokuar, mund të ndjeni të ngopur shpejt kur jeni duke ngrënë ose duke bërë zhurma ose grumbullime nga stomaku. Era e bllokuar mund të prekë gjithashtu gjoksin ose shpatullat. Gazrat grumbullohen kur ju tresni ushqime, atëherë bakteriet në zorën e trash prodhojnë gaz, ndërsa shpërbëjnë grimcat e ushqimit. Por kur gëlltisni ushqime, ujë ose përshtymë, gëlltisni edhe një sasi të vogël të ajrit i cili grumbullohet në sistemin tretës. Kjo krijon përsëri në zorën e barkut një pareati që duhet të hiqet qafe edhe me grëmësima. Fryrja e tepërt mund të shkaktohet nga gëlltitje të shumta të ajrit më shumë se zakonisht, e cila fatmirësisht mund të lehtësohet në mënyrë të rregullt. Mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e ushqimit që është i vështirë për t'u tretur. Nëse e kaloni pjesën më të madhe të kohës në siklet, fajtorët më të zakonshëm janë perimet si brokoli, lakrat, pijet e gazuara dhe fasulet. Njerëzit normalisht prodhojnë deri në 15 herë në ditë gazra të barabarta me 2 gota kola. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj erës të sistemit të tyre dhe zakonisht ata nuk kanë gjë për të humbur. Nëse vuani prej kohësh nga shqetësimet të fryrjeve të gazrave të tepërt, atëherë duhet të jeni më dorështrënguar me disa ushqime që konsumoni. Gazrat janë në pjesë normale e jetës sonë të përditshme, një nënprodukt natyror i një sistemi tretës të shëndetshëm. Gazi në trup duhet të dalë, përndryshe ju do të fryheni si një tullumbace mbushur shumë. Shumë njerëz lëshojnë gazra midis 14 dhe 23 herë në ditë. Kjo mund të tingëllojë si shumë, por shumica e tyre janë pa erë dhe relativisht të padukshme. Është e zakonshme që njerëzit të ndjehen sikur lëshojnë gazra më shumë se të tjerët, por zakonisht është e pavërtetë. Shumica e gazit që kalon është ajër i gëlltitur. Ju gëlltisni ajër gjatë gjithë ditës ndërsa hani dhe pini. Gazrat e tjerë prodhohen në traktin tuaj tretës pasi ushqimi që hahet tretet. Edhe pse gazrat janë në një pjesë normale e jetës sonë, ato mund të jenë gjithashtu të papërshtatshëm në shumë raste. Nuk ka asnjë mundësi që ju t'i ndaloni ato, por ekzistojnë mënyra për të zvogëluar edhe sasinë e tyre në sistemin tuaj tretës. Hani më ngadalë dhe me mend. Shumica e gazit në trupin tuaj është ajër i gëlltitur, ndërsa është e pamundur të shmanget gllabërimi i ajrit plotësisht. Ju mund të zvogëloni sasinë e gëlltitjes kur hani shpejt, ju gëlltisni shumë më tepër se sa kur hani ngadalë. Kjo është veçanërisht e vërtet kur jeni duke ngrënë në lëvizje. Shmangni ngrënien gjatë përfshirjes në aktivitete të tjera si ecja, drejtimi i makinës ose biçikleta. Mos përtypni çamçakës. Njerëzit që përtypin çamçakës gjatë gjithë ditës gëlltisin më shumë më tepër ajër. Nëse jeni të shqetësuar për mbajtjen e frymës huaj të freskët, provoni të hani në vend të kësaj. Mos hani ushqime që prodhojnë gazra. Disa ushqime që prodhojnë më shumë gaz se sa të tjerët. Karbohidratet e caktuara janë fajtorë të zakonshëm, përfshirë ato të fruktozës, laktozës, fibrave të patreqme dhe nisë shtesë. Këto janë disa ushqime të fermentuara në zorë, të cilat kanë një histori të shkaktimit të problemeve të tretjes. Tregohuni më të vëmendshëm dhe kontrolloni për intolerancat ushqimore. Siç e dini, një prej intolerancave më të mëdha ushqimore gjithashtu mund të shkaktojë fryrje, probleme të gazrave dhe probleme të tretjes. Nëse prej kohësh vuani nga intoleranca ndaj produkteve të qumshtit, siç është edhe laktoza, atëherë siç e dini, këto produkte do të shkaktojnë fryrje të trupit tuaj, shqetësime dhe gjithashtu rëndime të tij. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, atëherë duhet të tregojeni dorështrënguar me ushqimet që ju fryjnë. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të mos vuani nga kapslloku dhe problemet të tretjes. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.